Publikoi skemën e fitores përballë Serbisë, kërcënohet me jetë ish deputeti Yenishehri. Selami Yenishehri dërgoi një letër trajnerit kombëtar Silvinjo ku garantonte fitoren përballë Serbisë, ndërsa ish deputeti thotë se është kërcënuar me jetë pasi bëri publike skemën e tij. I ftuar në një emision, Yenishehri ka treguar për herë të parë për kërcënimin që sipas tij ka ardhur pikërisht pas publikimit të skemës së tij të fitores së kombëtares shqiptare. Ai thotë se në shtëpinë e tij ka mbritur një letër kërcënuese ku në të shkruhet: "Nëse do të mësosh shqiptarët, të mundin serbët, mendoje a do të mundesh të jetosh më apo jo." Ka rrëfyer ish deputeti. Pas letrave që i ka dërguar dhe i ka shkruar Silvinjos dhe Armando Dukës, nuk më ka kontaktuar askush, vetëm në shtëpi më ka ardhur një letër kërcënuese. Në të thuhet: "Nëse do të mësosh shqiptarët, të mundin serbët, mendoje a do të mundesh të jetosh më apo jo." Ka thënë Yenishehri. Ndërkohë, në lidhje me skemën e tij, e cila mori një vëmendje të madhe kudo në rrjet, ai shpreh se është një skemë e testuar, madje edhe më e mirë se sa ajo e miratuar nga UEFA. Më tej ai ndau detaje nga skema e tij dhe mënyra efektive sipas së cilës si ai e trajton lojtarin përballë kundërshtarit. Unë e mësoj një sportist 4 mënyra të dribloj kur e ka përballë kundërshtarin, 2 mënyra kur e ka në krah dhe 1 kur e ka nga pas, ka shpjeguar ai. Më tej, Yenishehri ka zbuluar se nuk ka marrë asnjë përgjigje deri më tani dhe se i është drejtuar me letra kreut të FSHF-s dhe trajnerit. Për më tepër, Yenishehri hodhi akuzat forta, duke thënë se ndeshja Shqipëri-Serbi është e shitur. Kjo sipas tij tregon edhe arsyen pse nuk e kanë kontaktuar pasi nuk duan të fitojnë. Kam dyshime të besueshme se ndeshja me Serbin FSHF-ja ka shitur pasi nëse do të donin të fitonin, do të kishin kontaktuar. Kjo nuk ndodhi, pra nuk janë të interesuar për fitore.